stilin e të jetuarit, stilin, gjoken, atë çdo gjë që është. Për shembull, ne kemi sot një 5-6 gjëra që i ka UNESCO që i mbron. Tani si na jep lek kjo gjëja? Për shembull, si është ISO polifonia? Si është kthehet në lek? Kjo është pyetja që kam unë. Ato me eksperjenca. Dhe shkojmë, po të kishim hapur direkt klasa, qoftë për xhubletën. U vu dje bërja e xhubletës dhe aty duhet ishte në gjithë malsinë e madhe, duhet ishin, po këto duhet i subvencionoj shteti pak a shumë, se me qa do mbajen ato zonjat që ta bëjnë atë xhubletën që do... Kamarieri, për shembull, ja po ta them unë, një kamariere e bukur, një yll shqiptar e bukur, e veshur me xhublet, është 100 herë më seksi se sa një filipineze që është e veshur dhe gjysmë lakuriq. Për them unë tani, mbas e kam bërë. Po mirë, ajo vajza le ta mbaj veshur, po nuk bën lek ashtu. Tani, ajo duhet quhet eksperienca e xhubletës dhe vinë të huajt është tur, është paket, më vete. Si do ta shes? Themi, po këtë duhet ta bëjnë ata tur operatorët të Shkodrës dhe thonë, si vjet na ushtua kjo gjë që është UNESCO. Atëherë direkt çdo pika fundore ose fillimi mund të jetë xhubleta. Dhe themi, shkojmë do drekojmë në filan restorant që është tradicional, pastaj do shkojmë do bëjmë atë 2 orë të shojmë si bëhet xhubleta, pastaj do shojmë të shojmë. Dhe këto paketohen. Ky është turizëm, kulinaria është një pjesë. Ti do shesësh dhe për të shitur ti duhet të kesh një histori. Pra, paketa duhet të jenë tematike. Që do të thotë, për shembull ne tani po bëjmë për Tiranën turin e mbretërve. Askush nuk e di, turi i mbretërve është sepse kanë qenë po Persqopi që nuk flet njëri fare, aty mendohet edhe Aleksandri Madh, po t'i lëjmë se na turen pastaj. Por ka qenë mbreti është një hartë e vitit 1600 që tregon Petrela, thuhet vendlindja e Alessandro Magno dhe është ajo harta. Përveç kësaj është mbreti Glauk, aty ka ndonjur Piro i Epirit, derisa u rrit dhe derisa u bogati për të drejtuar. Këtë e thot edhe Neritan Ceka. Kjo është shumë e bukur ta dinë turistët, duke njohur Piron, duke njohur po të flasësh për të mbretëri. Tur operatorët janë si pronar të restoranteve, janë rastësisht Mojze Mërku e mësoj ai si duhet për turizmi. Nuk janë njerëz të duhur që po merren me turizëm.